Se cekëm që rolin e Nedës tek Palaqi e ke vetë se në gjep, e ke kënduar sa herë, e sigur dhe thjesht e zbukuron i qasësh në mënyra nga më të ndryshmet. Kurse tash tek gala koncerti more përsipër edhe pjesën e organizimit, po edhe vetë të performimit. Si u ndjeve? Sa është rënd të jesh gjithandej e fokusuar dhe të japësh më të mirën tënde? Nuk është e lehtë pak, sepse zëri lodhet. Është një instrument i cili konsumohet. Por që unë jam në formë akoma dhe punoj dhe sigurisht që kur këndoj role për të kënduar pastaj pjesë edhe me shkëputje, arje, pjesët që unë këndoja, dhe më thënë hyre dil nga skena, është shumë lehtë se sa të rish gjithkohës në skenë, atë që bëjmë ne me kolegët që jemi nga 2-3 orë në skenë dhe hyre dil, po duhet jemi me gjithë publikun, edhe ndonjëherë zjatën që ti jesh me pjesët duetin edhe arjet e gjithkohës në skenë. Por që është një përgjegjësi tjetër, ballafaqohesh direkt dhe je statike, nuk je me aktrim, nuk ke ku të lëvizësh. Edhe këtu çdo gjë është ke publiku, fokusi, syri, gjithçka, ndriçimi, frymarrja, ndjehet çdo gjë në detaj. Unë të them të drejtën, e kisha një lodhje derisa dola para se dal në skenë dhe kisha një ngarkesë, është çdo gjë në rregull, a do të shkojë çdo gjë në rregull, sepse gjithmonë e kemi atë frikën se mos ta befason diçka. Por, vërtet doli ashtu mrekullueshëm siç e menduam, ishte mbrëmje magjike, ishte unë e ndjeva veten në atë skenë kur dola para publiku dhe e pash sallën plot dhe unë e dija se kush është në publik sepse shumicën e tyre i kisha edhe njerëzit të cilët i kisha ftuar, edhe përballesh dhe direkt i shef dhe e mbledh veten edhe thua tani jemi këtu bashkë edhe duhet të tregojmë atë bukurinë e skenës edhe qytetërimin si qytetar që jemi këtu bashkë për këtë mbrëmje të madhe të festës tonë.